Ismail Kadare, kolosi i letërsisë shqiptare, u nda nga jeta në 1 korrik 2024 në moshën 88 vjeçare. Sot në 28 janar, ditën kur do të festonin 90 vjetorin e lindjes, ai u kujtua në vendin ku shprehja e tij kulturore dhe bisedat e mëngjesit ishin pjesë e rutinës së përditshme. Kafeneja Juvenilia pranë liçenit artificial të Tiranës. Helena Kadare, grua e shkrimtarit, ul në tavolinën që Kadare zgjidhte gjithmonë duke përjetuar kështu kujtimet e tij përmes statues së bronzit që u vendos në këtë vend. Monumenti u realizua me mjeshtëri nga skulptori Henry Nimani, ndërsa ideja e vendosjes së tij ka qenë e aktorit të mirënjohur Timo Floko dhe me mbështetjen e miqve dhe familjes. Kadare ka lënë pas një trashëgimi të pasur letrare, duke përfshirë 10 libra, shkrime dhe poezi që kanë eksploruar historinë, mitet dhe totalitarizmin në vendin e tij. Sot kjo statuj nuk është thjesht një përkujtim, por një simbol i vazhdimësisë së ndikimit të tij në kulturën dhe letërsinë shqiptare, duke rikthyer pranë vendit të tij të preferuar kujtimet e një jete të shkrirë me artin dhe njerëzit.